Ndikimi I rrjeteve sociale tek të rinjt është tepër negativ. Qytetarit e Vlorës mendojnë se përdorimi për shumë gjëra I telefonit sjell vetëm efekte negative. Të rinjt, duke qëndruar në telefon, sipas qytetarëve, harrojnë punën, prindrit apo familjet, teksa rrjetet sociale shtyn këta të fundit vetëm drejt veseve. Duke e krahasuar me brezat e mëparshëm, qytetarët thonë se gjenerata Z nuk ka më respekt për asnjë, as për mësuesit, roli dhe figura e të cilit është zbehur ndjeshëm. Sipas qytetarëve, duhet të ketë më tepër kufizime për sa I përket përdorimit të rrjeteve sociale tek të rinjt. Të varu, të rinjt. Po shikojmë neve, që të shikojmë? Kam ja, telefoni gjim gjesë ndarkët, të telefoni kanë gjellu. Është dëmshme? Po e dëmshmesh, se ka reze, të qorron, të ben, të gjithat këqijat I kena telefoni kujtë. Po thuaj se, mos ta them 100%, po 80% po një është. Në krahasim me brezin tuaj, si janë ta të rinjt sot? Janë, shiko, edhe shumë faj s'kanë se mësusi nuk e zë me dorë do të brezin e ri. Sa I e shante molle kuqe, arsimtarin, kujton. Prindrit kanë shumë faj që si edukojnë mirë, ky brez është I pa edukuar, edhe pa shkolluar. Po janë të varu janë. Po shikojmë të koha që ka hargjojnë atje, gjithë kohën. Sidomos moshat të reja, ditën atjerin. Do të raste kur ju thoni hiqeni telefonin? E kanë I qikë të vështirë të... Sa të bëmë? Se ka ardhur kjo ditë sot? Si ka kjo... Ka edhe zhvillim, po ka edhe anë negative. Do një se cilë e zjedh vetë jetën, neve të moshuarët, duhem që çdo gjë jetë me kufi. Kanë rrjete sociale ndikim negativ tek brezi I ri? Kanë edhe pozitive dhe negative. Po negative janë nuk kontrollosh çdo gjë sipas traditës zakonit që të ruhet ajo çka është e mira. Ka sjell rrjeti social dhe telefoni shturjen e brezit të ri? Po kjo varet nga vendi, nga edukimi, nga shumë arsye, edhe ka sjell edhe të mira dhe të këqija, atë që thamë. Si shikoni tani rinim të njëjtë në krahasim me atë më përpara kur nuk ekzistonte teknologjia? Jo, tani të themi atë që është drejt në shqetësim nuk ka, që të themi që ti kritikojmë ma që rëndë. Po ja, këto që thatë juve, rrjetet sociale, do t'jenë më të kufizuar, t'jenë me orarë, shikojnë mësimit, shikojnë gjithë shka me karar, ku I themi në të moshaturë. Ti nuk I ke parë gjithë të rinjt me telefona janë, me telefona shumë në ata 4, ja, si punën këtyre që ke ti. Gjithë të rinjt ku ka, atje 5 vjeç. Po pse kjo situatë? Po se s'ka, po di, se marrëvesh edhe unë këtë. Edhe unë kam një përmbeza po silën ata prindrit, që mbaj pesh. Çfarë ke për rrjete sociale? Dhe të ketë aktivitet. Dhe të bërë aktivitet. Kanë sjell shturjen e brezit të ri? S'ka tjetër. Duke krahasuar S'ka, me tuaj? jo, po me tonë s'arin kur të. Se? Po s'arin, ne keshim respekt, kur vinte babaj ngreshim me këma. Vinte babaj na puna ngreshim këm. Po tani Këtë, le ma manë këtë të. Atë punë bëjnë, se më s'kam punë tjetër. Atjerë një të TikTok, WhatsApp, qare të mërë, Facebook. Atje, punë e kanë arrua fare, edhe merren me këshu. Janë të dëmshme? S'ka ku të vej me. Në sytë, në mendje, në tjetër. Kanë gjelë brapa, kanë mendjen edhe kanë arrua punën. a ka sjell shturjen e brezit të ri? Breziri, qa brezi? Breziri ka ikur I gjitha edhe rri rrugë. Po ta krahasosh me rinimin përpara me këta një çfarë? Janë zero të sot. Sipas Instat, në 6 mujorin e parë të këtij viti, bazuar në të dhënat e konsumit të internetit, është rritur ndjeshëm përdorimi I rrjeteve sociale. Të njëjtat të dhëna konfirmojnë faktin se grup mosha e cila përdor më tepër internetin është 14 deri në 35 vjeç.